Mirëmëngjesit gjithëve. Faleminderit për prezentën tuaj këtu sot, për këtë bashkëbisedim. Besoj që 2026 është një vit shumë i rëndësishëm për pushtetin vendor në tërësi dhe në fakt për shkak të shumë nismave që janë transformuese. Është një vit ujtëkryq do ta konsideroja për sa i përket të ardhmes së bashkive në vend. Dhe janë disa procese madhore të cilat janë duke u mbivendosur, kuptohet që procesi i integrimit është një ndër to, por aq më shumë nisma të tjera të cilat unë do ndalem në detaje, por në të njëjtën kohë nuk duhet të harrojmë që 2026 është një vit ku procesi i reformës editoriale ka filluar dhe në një lloj mënyre është kapaku i cili do të përfshi pak a shumë të gjitha këto nisma për të garantuar një shtrat shëndetshëm të zhvillimit të bashkive në vitet, mos themi dekadat që do të kemi përpara. Në qoftë se unë do të përdorja një fjalë kyçe për sa i përket nismave të cilat janë ndërmarrë gjatë këtyre muajve, patjetër fuqizimi i bashkive do të ishte fjala kyçe e cila në vetvete përfshin si rritjen e kapaciteteve dhe fuqizimin institucional të bashkive me nisma konkrete siç mund të jetë Akademia e Pushtetit Vendor, e cila në vetvete është një moment historik për bashkitë në vend. Është era e parë që bashkitë do të kenë një strukturë të fokusuar në nevojat specifike që bashkitë kanë. Është një strukturë e cila ka një zotrim të drejtë për drejtë nga ana e bashkive, sepse bashkitë që në fillim të akademisë financojnë 50% të kostove të akademisë dhe 50% financohet nga qeveria qendrore. Dhe po ashtu Akademia në vetvete do të jetë një platformë ku bashkitë ndajnë me njëra tjetrën praktikat më të mira që ato kanë konsoliduar në territor për sa i përket ballafaqimit me sfidat që territori normalisht krijon ditë ditës dhe që janë shumë diverse nga bashkia në bashki. Por unë jam i bindur që në territor ne kemi bashkitë të cilat patjetër kanë sfida jo të vogla në përmbushjen disa prej funksioneve që ato kanë, por çdo bashki patjetër ka një performancë të admirueshme për sa i përket disa prej funksioneve që ato kanë. Dhe unë besoj që dhe thjesht ndarja e eksperiencës dhe krijimi një platforme të qëndrueshme për sa i përket modeleve më të mira që bashkitë mund të ndajnë me njëra tjetrën, e bën Akademinë një instrument shumë të fuqishëm për pushtetin vendor. Në të njëjtën kohë, vetvetiu Akademia do të kthehet në një hub ku të gjithë partnerët, donatorët që ne kemi dhe që punojnë ngushësisht me bashkitë, jo thjesht do ta mbështesin, siç e kanë mbështetur qartazi deri tani, duke filluar me projektin bashkive të forta, por jo vetëm. Unë këtu do doja të përmendja si ndihmën që na kanë partnerët suedez dhe zvicerian, por në të njëjtën kohë unë besoj që Akademia do të ofrojë një instrument të qëndrueshëm për cilën do asistencë që ne do të kemi në vend për autoritetet lokale. Dhe unë jam i bindur që ne për pak ditë ose brenda le themi 10 ditësh të parë të muajit të shkurt, fillojnë trajnimet e para nëpërmjet akademisë, kapacitetet janë duke u ngritur, struktura është duke u konsoliduar, është marrë miratimi i të gjithë po i quajmë kornizës rregullative ligjore që Akademia duhet të ketë për të funksionuar, dhe unë jam i bindur që do të jetë një sukses i jashtëzakonshëm dhe aq më tepër do të jetë një instrument që shumë prej sfidave që ne do të flasim më pas, bashkitë do ta kenë aty në krah për të udhëtuar bashkë me Akademinë në mënyrë që ne të kemi atë çfarë gjithë duam, shërbime më të mira në territor. Po ashtu 2025 ka qenë një vit i rëndësishëm për sa i përket grantit performancës, që ka qenë era e parë që është përdorur në nivel vendor. Granti i performancës ka qenë i financuar 50% nga partnerët tanë, nga donatorët, nga ambasadat zviceriane, por po ashtu edhe nga buxheti i shtetit. Janë rreth 4 milionë euro të cilat janë alokuar bashkive në matjen e treguesve të qartë, përgjithsisht rregullativ, për sa i përket funksionimit të bashkive. Ajo çfarë ne duam të bëjmë 2026 është ta thellojmë konceptin e grantit performancës. Ne besojmë që bashkitë të cilat performojnë më mirë, bashkitë të cilat ofrojnë shërbime më të mira me qytetarët, patjetër duhet të kenë mundësinë që të financohen më shumë. Dhe vetvetiu granti performancës të kthehet në një instrument motivues edhe për vetë bashkitë për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët. Dhe ky vit do të jetë një vit shumë i rëndësishëm për grantin e performancës, sepse ne do të kalojmë nga le themi vlerësimi i treguesve përgjithsisht të ftohtë që janë procese rregullative, do të kalojnë në matjen specifike të shërbimeve që ofrohen në territor dhe funksione të veçanta që bashkitë kanë.
Në të njëjtën kohë 2026 do të jetë një vit i rëndësishëm sepse ne besojmë që teknologjia në fakt do të luajë një rol shumë të rëndësishëm për fuqizimin institucional të bashkive. Dhe ne kemi dy nisma shumë të mëdha. Afmisi është një sistem i cili në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, ku patjetër standardet e praktikat të konsoliduara unike në nivel kombëtar, uniformiteti i garantuar, ku garantohet transparenca, planifikimi më i qartë, por mbi të gjitha vetvetiu ky sistem do të ofrojë mundësinë që ne të kemi një matje më reale të treguesve, dhe nëse unë përmenda grandin e performancës së përpara, ne këto sisteme do na japin mundësi që me kalimin e kohës vetvetiu të kemi më tepër instrumenta në dorë për ta bërë financimin më të targetuar, të bazuar edhe në kapacitetet menaxheriale që bashkitë kanë, sepse Afmisi shkon përtej financave, është një sistem menaxhimi i asaj çfarë normalisht është një ndër prioritetet kryesore të bashkive, që është menaxhimi i burimeve financiare mbi të gjitha për të ofruar në fund ditës më tepër investime në territor, për të mbajtur shërbimet në cilësi më të madhe, por patjetër për të ndjekur dhe për të kuptuar se si bashkia gjeneron të ardhurat etj. me radhë. Kështu besoj që Afmisi do të jetë një risi shumë pozitive. Në të njëjtën kohë ne kemi një projekt shumë të madh që besoj do të jetë transformues për atë që qytetari përjeton në marrjen e shërbimeve lokale, që është digitalizimi i shërbimeve lokale. Futja e shërbimeve lokale në një platformë, siç normalisht ne kemi shërbimet qendrore që ofrohen, që është e-Albania, por ne kemi një portal unik për të gjitha shërbimet që qytetari kërkon, qoftë në nivel qendror të qeverisjes, po ashtu edhe në nivel lokal. Edhe ky është një projekt i cili tashmë ka filluar, është i mbështetur nga Banka Botërore, dhe unë besoj fort që implementimi i këtij projekti kërkon një punë shumë të konsiderueshme dhe një proaktivitet të gjitha bashkive në implementimin e projektit, por jam i bindur që bashkitë janë aktorët e parë të interesuar për të krijuar një shtrat të qëndrueshëm digitalizimi në nivel lokal, në mënyrë që ne të kemi mundësi që vit pas viti të rritemi dhe të rrisim dhe nivelin e diversitetin e shërbimeve që ofrohen për qytetarët. Nëse flasim për fuqizimin financiar dhe zhvillimin ekonomik, me që ne kemi mbaruar në orët e fundit të natës dje dhe në fakt është miratuar dhe akti normativ për vitin 2025, ku bashkitë janë financuar me 1.2 miliard lekë, rreth 12 milion euro, të cilat janë fokusuar në uljen e detyrimeve të prapambetura që bashkitë kanë. Ne këtë e kemi bërë me një logjik shumë të thjeshtë, ne besojmë që qëndrueshmëria financiare e bashkive është shumë e rëndësishme në jo thjesht planifikimin e tyre në afatmesëm, por mbi të gjitha patjetër për të krijuar hapësira buxhetore më të mëdha për të përmirësuar shërbimet lokale. Dhe besoj që kjo është një ndihmë shumë e rëndësishme për bashkitë dhe jam shumë i lumtur me thënë drejtën që kjo dije është finalizuar dhe patjetër bashkitë do të marrin këtë ndihmë për të përballuar në një lloj mënyre, në mënyrë më të qëndrueshme sfidën e tyre, sidomos me detyrimet e prapambetura. Në të njëjtën kohë, për vitin 2026, bashkitë për herë të parë do të administrojnë në nivel vendor mbi 1 miliard euro, ku patjetër përfshihen të ardhurat e gjeneruara nga vetë autoritetet lokale, po ashtu edhe transfertat nga buxheti i shtetit. Duke marrë në konsiderat dhe investimet që bëhen në territor që përfitues janë bashkitë, po që bëhen nga Ministria e Bujqësisë apo nga ministritë e tjera, përfitimi bashkive për vitin 2026 do jetë 1.2 miliard euro, që është me thënë drejtën një shumë e cila deri pak vitesh më parë ka qenë e papërcaktueshme që në nivel vendor ne të kishim këtë lloj mbështetje financiare. Por unë jam i bindur që detyrimisht kjo kërkon patjetër më shumë përgjegjësi dhe patjetër më shumë fokus nga ana e bashkive për të ngritur në nivelin dhe atë çfarë qytetarët vetë kërkojnë nga bashkitë në vend. Dhe ne gjithë jemi koshent që patjetër çdo bashki në territor ka sfidat e veta, të cilat mund të jenë specifike në bazë të madhësisë bashkive, të situatës financiare që bashkitë kanë, të demografisë që ka territori, të shtrirjes gjeografike që mund të ketë vetë territori,
por unë besoj që dita ditës ne jemi duke krijuar kushtet e duhura dhe krijuar institucionet e duhura në territor që të përgjigjen më së miri atyre problematikave që ne hasim dita ditës. Një tjetër lajm i mirë për vitin 2026 është fondi për 20 milion eurosh, i cili është një grant i ardhur nga Emiratet e Bashkuara, ku kryeministri ka vendosur, qeveria ka vendosur tashmë që ky do të fokusohet për të fuqizuar bashkitë në territor. Është një ndihmë e konsiderueshme e cila do të fokusohet përgjithsisht në mjete, në logjistikë e cila do t'i shërbejë infrastrukturës bujqësore, por patjetër duke u referuar edhe situatave të fundit që ne kemi kaluar, si rrjedhore përmbytjeve, patjetër kjo do të jetë një ndihmë e madhe për bashkitë në mënyrë që të jenë më të mirë të përgatitura dhe pse jo, të parandalojnë deri aty ku mundet ato çfarë mund të sjellë natyra dhe aq më tepër pastaj të kenë mundësitë për t'u përgjigjur momentet që ne ballafaqohemi me situata emergjente. Kështu që ky do të jetë një grant 20 milionë euro që do të fokusuar vetëm në logjistikë për bashkitë, në mjetet e rënda përgjithsisht, për të mirëmbajtur infrastrukturën e tyre në tërësi bujqësore, por patjetër dhe ato që kanë të bëjnë me problematikat që sjellin emergjencat. Përsa i përket fuqizimit financiar dhe zhvillimit ekonomik, koncepti i bashkive sipërmarrëse është shumë i rëndësishëm. Unë kam qenë vetë kryetar bashkie dhe duhet ta pranojmë që në territor bashkitë janë patjetër një aktor institucional thelbësor për menaxhimin e territorit dhe kjo është e pakontestueshme, por qartazi roli i tyre si aktor ekonomik nuk është i ndjeshëm në territor. Dhe kur flasim për rolin e bashkive nga pikpamja e përfshirjes tyre në zinxhirin ekonomik, është i rëndësishëm jo thjesht për t'i dhënë impulse zhvillimi sektorëve të caktuar ku bashkitë mund të bëhen pjesë, por mbi të gjitha pse jo për të garantuar të ardhura më shumë për bashkitë. Dhe besoj që viti 2026 edhe në këtë drejtim, qoftë nga pikpamja rregullative, ne jemi duke bashkëpunuar ngurësisht me Ministrinë e Ekonomisë, e cila e shtyn përpara konceptin, po e quajmë sipërmarrës përgjithsisht administratës, duke përfshirë teknologjinë, po jo vetëm, dhe tashmë ne do të bëjmë pjesë edhe këtë nocion në nivel vendor, ku bashkitë realisht mund të jenë aktor të zhvillimit ekonomik, ku të garantojnë më shumë të ardhura për buxhetet e bashkive, por mbi të gjitha për të qenë menaxher të mirë të aseteve të cilat bashkitë kanë dispozicion. Dhe duhet të kuptojmë që bashkitë kanë asete të jashtëzakonshme në inventarin e tyre, po e quajmë të pronave, por jo vetëm. Dhe zgjimi i këtij potenciali është shumë i rëndësishëm për të krijuar zhvillim ekonomik lokal, por në të njëjtën kohë për të garantuar të ardhura më të larta për buxhetet e bashkisë në mënyrë që të ofrojnë shërbime më të mira dhe të përballojnë edhe sfidat që territori sjell në mënyrë më të qëndrueshme. Nga pikpamja e sistemit rregullativ, ne në vitin 2026, siç ju jeni vendini dhe nga Ministria e Brendshme, ne kemi tre nisma ligjore që është Policia Bashkiake, IMT-ja dhe ligji për prefektin. Është një paketë ligjore që në fakt do të krijojë një bashkëpunim më të ngushtë dhe më të mirë dhe të koordinuar të institucioneve në nivel vendor. Më duhet ta them këtë gjë që kur flasim sidomos për policinë bashkiake, qartazi po themi kompetencat e autoriteteve lokaleve jo vetëm do të respektohen, por ato do të bëhen më të qarta, bashkitë do të vazhdojnë do të jenë pjesë e bashkive. Ajo çfarë ne kërkojmë me ndërhyrjen ligjore në rastin e policive bashkiake është për të krijuar standarde kombëtare, ku ne të garantojmë që ata të cilët bëhen pjesë e kësaj trupe shumë të rëndësishme të kenë dhe të plotësojnë të njëjtat standarde në çdo cep të Shqipërisë. Jo çdo bashki ka standarde të ndryshme për sa i përket procesit të rekrutimit, të trajnimeve në vazhdim etj. Me radhë. Dhe besoj që kjo nisëm do të jetë nisëm shumë pozitive për sa i përket standardizimit të trupës së policisë bashkiake dhe patjetër për të krijuar dhe një sistem unik për sa i përket rekrutimin në nivel vendor, për të garantuar transparencën dhe meritokracinë, ku çdo individ i cili ka dëshirë të bëhet pjesë e
policisë bashkiake, bëhet pjesë e një procesi transparent, siç kemi rastin që ne tashmë kemi përfituar shumë eksperiencë, duke filluar qoftë në nivel vendor me portalin për sa i përket edukatorëve në sistemin parashkollor, por nëse ecim me mësuesët, me infermierët e tjerë me radhë. Dhe besoj që ajo çfarë jemi duke në lloj mënyre reguluar po ashtu ngushësisht me Ministrinë e Brendshme është që të garantojmë që dhe kapacitetet formuese që ka policia e shtetit, siç mund të jetë akademia, patjetër të jenë aty për të garantuar një lloj zhvillimi në kohë të vetë burimeve njerëzore që policitë bashkiake kanë në territor. Unë e përmenda në fillim dhe e lash në fund të gjën, sepse besoj këto patjetër janë kapelja e gjithë këtyre elementeve që unë përmenda, që patjetër impaktojnë bashkitë sot, por procesi i integrimit është një proces i cili do të sjellë shumë sfida. Unë besoj për gjithë aktorët dhe sektorët në gjithë vendin, por patjetër për bashkitë. Procesi i negociatave, agenda ambicioze që ne kemi, që deri në 2027 ne të përmbyllim kapitujt, në vetvete do të sjellë një dallgë të madhe regulative, e cila duhet përkthyer në standardet e reja në nivel vendor dhe patjetër me përgjegjësi të reja. Qeveria qendrore është këtu për t'i mbështetur bashkitë, patjetër aty ku duhet edhe me financat, të cilat janë domosdoshme për të arritur këto standarde, por në të njëjtën kohë ato çfarë unë përmenda pak më parë, siç mund të jetë akademia, por dhe nismat e tjera, janë pararoj ose një përgatitje që ne po bëjmë që kur kjo dallgë të vi, bashkitë të jenë gati që të ballafaqohen me këto sfida dhe patjetër të arrijnë që të përthithin jo thjesht përgjegjësitë, por të jenë gati nesër që të jenë konkurruese për sa i përket financimit që do të vi momentin që ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ne kemi nxjerr mësime të qarta nga gjitha vendet të cilët kanë aderuar Bashkimin Evropian. Dhe vitet e para, qartazi është konstatuar një mungesë kapaciteti, sidomos në nivel vendor, të përthithjes fondeve që vinë nga mbështetja financiare, nga fondet e kohezionit, që është kapitulli 22, nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo përgjithsisht ka të bëjë me parapërgatitjen që këto institucione duhet të kenë momentin që ne bëhemi gati. Duket sikur ka shumë kohë përpara, por më besoni, procesi është shumë kompleks. Vetë ju bashkitë kanë karakteristikat e tyre, të cilat e bëjnë ndonjëherë procesin edhe më kompleks. Patjetër sfidat e burimeve njerëzore janë aty, ne jemi të gjithë koshent, prandaj ne mundohemi që me instrumentat e rinj që kemi, duke garantuar nëpërmjet akademisë fuqizimin e burimeve njerëzore dhe përgatitjen e tyre më të mirë për sfidat, siç mund të jetë procesi i integrimit, por jo vetëm, por patjetër granti i performancës për të bërë të përmundur transformimin institucional që bashkitë të jenë gati për atë çfarë ne presim, po ashtu nëse ne flasim për futjen e teknologjisë në nivel vendor, ne krijojmë një shtrat, le themi, të shëndetshëm që realisht bashkitë, nëse do duan të performojnë, nëse do duan që të kenë shërbime më të mira, nëse do duan që realisht jenë atje para për sa i përket ballafaqimit me sfidat që Shqipëria ballafaqohet, unë besoj që ky shtrat e bën të mundur përgatitjen e tyre. Dhe elefanti në dhomë është patjetër reforma territoriale. Dhe kur flasim për reformën territoriale, nëse unë përmenda instrumentat të ndryshëm ose nisma të ndryshme për sa i përket fuqizimit të bashkive, në nivel institucional, në nivel financiar, krijimin e kushteve të dhura që do të performojnë, patjetër që reforma territoriale është instrument jashtëzakonisht i rëndësishëm për të garantuar që bashkitë që në nisje të kenë mundësitë, të kenë asetet në dispozicion, të kenë kapacitetet e duhura dhe mbi gjitha potencialin e mundshëm nga pikpamja e rritjes ekonomike të jenë të gatshme që t'i përballojnë të gjitha këto sfida. Dhe unë besoj që reforma territoriale, siç ju e keni ndjekur dhe unë jam i bindur, tashmë ne kemi një komision parlamentar ku gjitha partitë janë të përfshira në atë komision. Kuptohet që procesi i cili do të fillojë
pak ditë do të jetë transparent, do të jetë gjithë përfshirës, jo thjesht bashkitë, por shoqëria në tërësi do të jetë e përfshirë. Unë e them gjithmonë, nuk duhet ta perceptojmë sikur ky është një proces që thjesht do ndryshojë kufitë e bashkive. Unë mendoj që kjo do të ishte një qasje e gabuar nga të gjithë aktorët që merren me këtë problematikë ose me këtë sfidë që ne kemi përpara. Reforma territoriale, unë besoj fort e para duhet bazohet në të dhëna, duhet bazohet në eksperiencë që ne tashmë kemi, çfarë ka ndodhur gjatë 10 viteve të fundit në territor. Reforma e fundit është futur ose ka marrë jetë në 2015, jemi fiks pothuajse 10 vjet. Kush kanë qenë sfidat që bashkitë janë ballafaquar, cilat prej tyre është ballafaquar me sukses nga ana e bashkive, kush janë funksionet që bashkitë nuk kanë arritur dot t'i ofrojnë territor, aty patjetër duhet analizuar, nuk kanë arritur t'i përthithin këto funksione për shkak se kanë pas mungesë kapacitetesh, qoftë dhe financiare, apo problematika të tjera. Dhe unë besoj që ne duhet jemi të sinqertë dhe të ndërgjegjshëm për sa i përket rëndësisë që ka kjo reformë, jo thjesht nga pikpamja politike, por po flasim për mënyrën se si ne do të menaxhojmë territorin, për mënyrën se si qytetari do të interaktojë nesër me institucionet lokale për të pasur shërbime më të mira. Po flasim për institucione të cilat duhet të jenë gati nesër për të ballafaquar me sfidat që unë përmenda që vinë edhe qoftë nga procesi integrimi. Dhe prandaj reforma territoriale është një hap shumë i rëndësishëm, është një sfidë jo e vogël, por unë besoj që është një mundësi e jashtëzakonshme. Që nëse ne e përdorim ashtu siç duhet, nëse të gjithë aktorët përfshihen dhe ne të kemi një reformë që unë shpresoj mos të durojë 10 vjet, po të jetë një reformë që zgjat edhe më shumë, sepse ne kemi bërë një kërcim shumë të madh në 2014. Nga një numër jashtëzakonisht i lartë, duke marrë në konsiderat territorin që ne kemi në vend, kaluam në 61 bashki. Patjetër që Shqipëria në 20 vitet e fundit ka ndryshime të ndryshme, qoftë dhe demografike. Dhe nuk është e vështirë për të kuptuar qoftë nga analizat statistikore, por qoftë edhe trendet që ne kuptojmë, qoftë zhvillime demografike, territori nga pikpamja e zhvillimit ekonomik, të gjitha këto janë trendet të cilat duhet merren në konsiderat në reformën territoriale. Dhe ne nuk duhet ta shohim reformën territoriale duke e kthyer kokën mbrapa vetëm çfarë është bërë dje, apo duke parë poshtë çfarë po bëhet sot, por duhet të shkojmë përpara atë çfarë do të ndodhi në vitet që kemi përpara dhe pse edhe dekadat që kemi përpara. Dhe unë këtu i bëj thirrje gjithë aktorëve të jenë proaktiv në këtë proces, bashkitë pa diskutueshme, por kuptohet shoqëria civile, partnerët që ne kemi pasur mbështetje në sfidat që kemi në pushtetin lokal dhe kuptohet që kjo është një reformë që do të udhiqet politikisht, flasim në parlament, nëpërmjet komisionit posaçëm, por patjetër dhe ministria do të luajë një rol sidomos duke përfshirë sa më shumë aktorë në këtë proces. Unë nuk po e zgjas më shumë se ne flasim gjatë, kështu që unë e përmenda fjalën kyçe në fillim, jemi mbledhur për bashkëbisedim, kështu që tani jemi të hapur për pyetje. Ardit Hoxha, Euronews. Kam dy pyetje të cilat fakt lidhen me reformën territoriale, atë që juve dhe cilësut dhe si elefantin në dhomë. Ju folët pak për qasjen që do duhet jetë për reformën territoriale, por për ta sqaruar ndoshta edhe më shumë. Qasja do të jetë vetëm mbi dy aspektet ose mbi aspektet demografike dhe gjeografike, apo në këtë reformë territoriale do të tentohet që të preken edhe kompetencat e bashkive, qoftë kjo për t'i minimizuar në disa fusha apo dhe për të rritur në disa fusha të tjera? Unë e përmenda. Unë besoj që ne duhet bëjmë një analizë, dhe që t'jemi sinqert, ne kemi bërë analiza. Por unë besoj që komisioni, sidomos kur aktorët e ndryshëm, sepse ky do të jetë një proces që do të jetë gjithë përfshirës, dhe aktorët e ndryshëm e shikojnë reformën territoriale në këndvështrime të ndryshme, dhe kjo është krejt normale. Bashkitë e shikojnë në këndvështrimin e tyre, shoqëria civile mund ta shikojnë këndvështrimin e tyre, partnerët të cilët kanë qenë të përfshirë në rritjen e kapacitetit në nivel vendor shikojnë këndvështrimin e tyre, por unë besoj që ky është një shans shumë i mirë që ne duhet bëjmë një analizë të funksioneve në nivel vendor. Kuptohet, kjo i takon komisionit ta çojë përpara, dhe unë jam i bindur që shumë prej aktorëve që do të jenë pjesë e këtij procesi do ta kërkojnë detyrimisht atë. Dhe absolutisht unë e përmenda dhe po e përmend përsëri, ne nuk duhet ta perceptojmë sikur thjesht po vizatojmë ca kufi të ri. Brenda qarqeve,
apo thjesht numër bashkisë. Unë mendoj që ne duhet të shohim ato çfarë do të jenë sfidat e së nesërmes, jo ato çfarë kanë qenë sfidat dje, se sfidat vetvetiu ndryshojnë. Dhe bashkitë sot nuk kanë ato që kanë qenë para 10 vjetësh. Unë jam i ndërgjegjshëm që ne kemi probleme pafund territor. Ka bashki që kanë më shumë probleme, ka bashki që kanë pak, por nuk ka bashki pa probleme. Kjo është e padiskutueshme. Dhe ajo çfarë ne duhet kuptojmë është që bashkitë janë rritur, është e padiskutueshme. Kjo reforma e 2015-s në këndvështrimin tim, qoftë si ministër, por dhe duke marrë përvojën time në nivel vendor, unë besoj që ka qenë shumë e suksesshme. Si çdo reformë e cila ishte le themi drastike në 2014-ën, kur ne kaluam nga një numër le themi rreth 461 njësi vendore, patjetër që ne kemi mësime për të nxjerrë. Vetëtiu dhe Shqipëria ka ndryshuar, po ashtu kërkesat e qytetarëve. Dhe unë besoj që këto duhen marrë të gjitha në konsiderat, dhe unë po e nënvizoj faktin, ne duhet të bëjmë reformë territoriale për sfidat e së nesërmes. Ne nuk mund të bëjmë peng thjesht i asaj çfarë ka ndodhur dje ose asaj çfarë është tema e ditës sot. Por kjo është një reformë që duhet t'i duroj kohës. Dhe që t'i duroj kohës do të thotë që nesër ne të garantojmë që kemi shërbime më të mira se sa sot. Pyetja e dytë ka të bëjë me nivelin e tretë të qeverisjes vendore. Ju e theksuat që në 2014 është prekur niveli i parë dhe niveli i dytë, pra komunat e bashkitë, por nuk u cënuan ose nuk u prekën 12 qarqet. Në këtë reformë të re territoriale, a synohet ose ka parashikime pak nga ju si ministër apo edhe ndoshta edhe në pozitat e ish kryebashkiakut që keni ndoshta një këndvështrim nga të dyja këndet, a synohet që të preket e numri i qarqeve për t'i ulur qarqet ose edhe për të arritur numrin e qarqeve? Si kryebashkiak unë kam shumë mendime, por si ministër i kam më të përmbledhura. Por ajo që do të thosha është që ne duhet kuptojmë komplikacionet që ndodhin nëse ne flasim dhe për nivelin e tretë. Qarqet janë të rregulluara ose të parashikuara në kushtetut. Vetvetiu ndryshimi i qarqeve si rrjedhoi sjell le të themi vetvetiu ndryshime të tjera në sisteme që kanë sensitivitet shumë të lartë, siç mund të jetë dhe kodi zgjedhor, por patjetër që 12 qarqet që ne kemi sot janë krijuar në një kontekst tjetër. Dhe patjetër që ka shumë vend për diskutuar edhe për sa i përket qarqe. Por unë nuk do doja të kaloja më përpara se ç'duhet të eci komision. Unë besoj që ajo çfarë ne do të kemi përpara në javët që vijnë, do të jetë pikërisht kjo. Do të jetë një debat i hapur që unë shpresoj të jetë gjithë përfshirës duke filluar me aktorët në parlament. Unë shpresoj shumë që opozita në parlament të jetë proaktive në këtë proces dhe vetvetiu të krijojë dhe shtratin e duhur për të bërë një qoftë edhe debat publik që të jetë i bazuar në argumenta dhe atë çfarë është eksperienca, sidomos duke referuar reformës së fundit. Por unë do doja të kaloja më përpara se ajo çfarë ne do të kemi si proces. Ne do të jemi këtu, ne do të kemi përsëri mundësinë që të flasim bashkarisht, mbase shumë herë më specifikisht, sepse mund të jenë temat ose çështjet më specifike për reformën territoriale. Po ajo çfarë unë do doja të nënvizoja sot është që ky proces tashmë ka filluar, do të jetë një proces i hapur, unë i bëj thirrje të gjithë aktorëve të përfshihen në këtë proces, duke filluar pa absolutisht edhe nga mediat që të rrisin vëmendjen e transparencën për sa i përket procesit. Greta Bullari, televizioni ABC News. Zoti Ministër, një nga nismat më të rëndësishme në fakt të qeverisë të prezantuara së fundmi është edhe paketa e maleve. Duhet thënë që të paktën në daljen e fundit publike, kryeministri i kushtozoi edhe kryebashkiakëve rikandidimin, nëse nuk arrin targetin e përcaktuar që në përfundim në rang vendi të kemi 1000 investime sa i përket kësaj pakete. Ndaj unë dua t'ju pyes se në ç'fazë ndodhet aktualisht përcaktimi i zonave prioritare dhe si do ta zgjidh, po themi, kjo paketë edhe konfliktet që mund të shkaktohen sa i përket pronësisë. Faleminderit.
Ti ma hoqe surprizën, sepse unë e kisha lënë atë kështu si qershia mbi tort në fund, do thosha dhe një gjë tjetër, po që po e them tani. Paketi e maleve ka qenë një ndër nismat që ne jemi duke fokusuar shumë fort për dy arsye shumë thjeshta. Edhe do adresoj sidomos shqetësimin tuaj të fundit, sepse unë besoj vjen dhe si rrjedhoi deri diku një mungesë informacioni. Paketi e maleve, nëse ne referohemi ligjit, i cili është miratuar në vitin 2025, shumë e qartë për sa i përket kategorive të cilat mund të përfitojnë nëpërmjet kësaj pakete. Dhe nëse ne i referohemi dy kategorive, ato janë ata banorë të cilët disponojnë një pronë caktuar dhe e kanë përdorur atë më shumë se sa 10 vjet, por nuk kanë dokumentacionin përkatës. Dhe vetvetiu, siç ju jeni ndjeni, ata e kanë pamundur që të bëjnë investime në atë pronë. Paketi e maleve garanton që për këto raste, në fakt që ja garanton dhe ligji, sepse edhe nëse ti ke përdorur një pronë mbi 10 vjet, ti ke drejtën nëpërmjet proceseve gjyqësore po që zgjasin pafundësisht, ti mund ta kërkosh të drejtën e pronës së fundit. Por nëpërmjet paketës maleve, ata kanë drejtë të aplikojnë, duke garantuar që atje ku këta individ ose sipërmarrës aplikojnë nuk kanë konflikte, as me komshinët, as me banorët, prona është pronë që rezulton pronë shtet, nuk ka konflikte për sa i përket pronësisë me pronar të tjerë, dhe procesi në vetvete është shumë transparent sepse ndiqet në nivel vendor. Dhe do ta shpjegoj, por do përmend kategorinë e dytë. Kategoria e dytë janë rastet, dhe ne këtu kemi zona caktuara në Shqipëri që e kanë më të theksuar këtë fenomen, ku banorët brenda vetes tyre kanë ndarë ose i janë referuar pronave që rrethojnë territorin në bazë të pronësive të vjetra, të familjeve të tyre. Dhe për shembull kjo kodra këtu i takon familjes X. Dhe banorët vetvetiu në atë zonë e kanë respektuar të gjë, nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, nuk tentojnë të futen apo të hyjnë në territorin e dikujt tjetër. Por këta banorë nuk kanë letra sepse nuk kanë ndjekur 7501. Edhe në këto raste, këtyre i lindet drejta që të investojnë në këtë territor. Tani, ku futet bashkia, dhe prandaj them që procesi është shumë transparent. Aplikimet bëhen në nivel vendor. Bashkitë vetë përcaktojnë zonat e prioritetit. Ne sot kemi 13 bashki, të cilat kanë përcaktuar 69 zona prioritare të zhvillimit. Kemi 8 bashki tjera që do të miratohen, janë proces, brenda pak ditësh ose pak jave, ndërkohë në total ne kemi 40 bashki që i kanë sjellë aplikimet për paketën e maleve. Interesi është shumë i lartë, por procesi i cili duhet ndiqet për miratimin e zonave prioritare, se ato përcaktohen në vendim të Këshillit të Ministrave, dhe janë zona që përcaktohen shumë qartë, me arta të sakta nëpërmjet ASIG-ut dhe TMRAL ose AKPT-s e tjerë. Ka një proces, po e quajmë mekanik kohor që të merr. Por më besoni, të gjitha bashkitë në vend janë të interesuar për këtë dhe i kanë sjellë aplikimet. Ne dita ditës po mundohemi t'i asistojmë, të përpunojmë aplikimet që të bëjmë miratimet përkatëse. Dhe siç e përmenda, ne sot kemi 69 zona prioritare dhe në secilën prej këtyre zonave, ata të cilët janë pjesë e këtyre dy kategorive që unë përmenda pak më parë, aplikojnë në portalin e Albania, bashkia e merr aplikimin dhe fillon procesi në nivel lokal. Procesi në nivel lokal kërkon që pasi bëjmë verifikimet që kërkesa dhe arsyetimi që sipërmarrësi apo banori i zonës ka ofruar për bashkinë, bashkia duhet garantojë që përpara se të shkojë në Këshillin Bashkiak, duhet të bëjë shpallje publike në njësinë administrative dhe në bashki për 45 ditë. Vetëm pas 45 ditësh, nëse nuk ka kontestime nga SIPAL, bashkia merr më pas vendimin e Këshillit Bashkiak. Dhe unë jam i bindur që vetë procesi jo e minimizon, por unë besoj që nuk do të ketë konflikte nëpërmjet kësaj gjë. Kjo nuk është një instrument pronësie, por kjo është një paket incentive që ne duhet të çlirojmë energjinë në territor, sidomos në zona të cilat kanë potencial të jashtëzakonshëm. Por për arsye të ndryshme dhe ne të gjithë e dimë që ne kemi problematika jo të vogla për shkak të edhe historisë së traditës që ne kemi me pronën.
ne ndalojmë iniciativën private, ne ndalojmë shpirtin sipërmarrës që t'i japi jetë atyre projekteve. Dhe më besoni, ka individ në territor të cilët me shumë dashuri janë të gatshëm të investojnë, të derdhin mund, shpeshherë në zonën e tyre të lindjes, për të krijuar ekonomi lokale. Dhe nëse ne flasim sot, janë rreth 100 raste në këto bashkitë të cilat i kanë miratuar zonat prioritare, të cilat unë besoj që ka një probabilitet shumë të lartë që do të përfundojnë me sukses. Dhe ajo çfarë kryeministri kërkoi, dhe që unë besoj që do të arrihet patjetër me proaktivitetin e bashkive, që unë besoj që bashkitë e kanë automatikisht, se bashkitë janë të interesuara të zhvillojnë territorin. Ne patjetër do të kemi 1000 raste në nivel vendi për sa i përket përfituesve nëpërmjet paketës maleve, se përfituese është mbase fjalë jo e dur, po aplikantë të cilët kanë marrë drejtën të investojnë në pronën që ata kanë disponuar nëpërmjet paketës maleve, ku duhet përmendur që 500 aplikantët e parë marrin përfitime ose incentiva fiskal, përjashtohen nga taksa e infrastrukturës, më pas nga tatim fitimi etj. Me radhë për një periudhë 10 vjeçare, që është një incentiv tjetër shumë i madh. Dhe prandaj unë them që jam i bindur që kjo do të jetë një sukses i jashtëzakonshëm, dhe unë jam i bindur që në pak vite ne do ta shikojmë se si transformohet territori me investime të cilat realisht i japin vlerë të shtuar natyrës, i japin vlerë të shtuar një zone të caktuar, përfshin më shumë banorë të zonës në zinxhirin ekonomik lokal etj. Me radhë. Kështu që paketi maleve është absolutisht në fokusin jo vetëm të ministrisë, por edhe të bashkive. Zoti Ministër Daniela Maloku, Report TV, unë doja që të kthehesha pak edhe një herë tek reforma territoriale, duke qenë se ju tha që janë bërë studime, edhe pse po punohet në komisionin e posaçëm që është ngritur në kuvend, ende nuk ka një draft ose një propozim nga qeveria. Keni ju një numër mbase se sa duhet të jetë numri i bashkive? Siç ndodh përgjithsisht në realitetin tonë, studime ka pafund, dhe shumë prej tyre janë dhe publike, që të jemi sinqert, sepse janë bërë falë asistencës që donatorët kanë dhënë në vite, ku ata vlerësojnë funksionet, se si janë një lloj mënyre përtitur nga bashkitë, shërbimet kundrejt qytetarëve, kemi studime pafund për sa i përket trendeve demografike, domethënë informacioni është atje. Unë besoj dhe unë e përmenda pak më parë, komisioni i posaçëm tashmë do të fillojë procesin edhe publik. Patjetër do të ketë një dokument të parë që do të prodhohet nga komisioni, quajmë një green paper, i cili do të jetë një dokument për diskutim publik, ku të gjithë aktorët duhet të jenë aktiv. Kuptoj që dokumenti nuk do të flasi në fillim, dhe besoj që ky do të jetë procesi për numrin e bashkive, po do të flasi për konceptet. Si e duam ne që të jetë një bashki nesër? Çfarë duhet të ketë një bashki që të ketë sukses? Kush janë sfidat që ne kemi sot dhe si ato përkufizojnë çfarë kapaciteti duhet të ketë bashkia nesër. Dhe këto janë konceptet të cilat duhen diskutuar. Dhe unë besoj që komisioni do të shkojnë në të drejtim. Patjetër ne si ministri do të mbështesim dhe komisionin me informacion, por mbi të gjitha dhe publikun, bashkitë të interesuarit për sa i përket kësaj reforme. Në të njëjtën kohë, ne kemi një shtratë dhe marrëdhënie shumë të shëndetshme me të gjithat aktorë të cilët kanë qenë partnerë të jashtëzakonshëm. Dhe këtu flasim për projekte të cilat kanë një jetë shumë gjatë në Shqipëri, siç mund të jenë bashkitë forta, që kanë një eksperiencë shumë të madhe për atë çfarë ndodh territor, sepse kanë qenë pranë bashkive, qoftë për rritjen e kapaciteteve të këshillit bashkiak, rritjen e kapaciteteve funksioneve të ndryshme në nivel vendor, dhe ato kanë një database të jashtëzakonshëm njohurish për sa i përket asaj çfarë ndodh territor. Dhe të gjithë ta partnerë ne duam absolutisht i kemi të përfshirë, dhe patjetër roli i ministrisë është që këtë gjë ta akomodojë. Dhe unë besoj që kjo aleanca e partnerëve nuk është e rëndësishme thjesht për të bërë reformën, sepse ne fokusohemi te reforma, por duhet kuptojmë që sfida më e madhe është momenti që reforma do të marrë jetë.
është sfidë shumë e madhe që ne të bijmë dakord kush do të jetë rruga dhe çfarë reforme do të bëjmë, por duhet kuptojmë kur reforma të marrë jetë në 2027, bashkitë kanë shumë nevojë që ne të jemi të gjithë aty, jo thjesht qeveria qendrore, por dhe shumë partnerë të tjerë që në një lloj mënyre të japi jetë kësaj reforme. Kështu që le themi aleanca që ne duhet të krijojmë duhet të jetë sa më e gjerë dhe patjetër publiku duhet të jetë i përfshirë për të kuptuar atë çfarë ndodh në territor, por mbi të gjitha për atë çfarë ata duhet të interesuar që të ndodhi nesër. Kam edhe një pyetje të dytë. A ka një diskriminim të financimit të bashkive që drejtohen nga kryebashkiak të djathtë? Për shembull, kryetari i Bashkisë së Mirditës, zoti Albert Mylyshi, shpeshherë në dalje televizive ka hedhur akuza, apo në një farë forme është ankuar mbi mungesën e financimeve për projektet. Projektet, edhe pse sillen, nuk miratohen nga, po themi, qeveria. A ka një diskriminim të tyre? Unë më duhet të ndaj, nuk e kam konstatuar këtë nga kryetari, më duhet të them diçka. Të gjithë kryetarët ankohen. Është natyra që kryetarët kanë, sepse të gjithë duan të bëjnë më shumë për territorin. Të gjithë janë nën presion nga qytetarët dhe patjetër të gjithë kanë një vizion tyre se si duan ta zhvillojnë bashkinë. Unë kam qenë vetë kryetar që ankohesha që pse s'marrim shumë etj me radhë, por unë dua të garantoj një gjë që financimi që bën qeveria qendrore nëpërmjet grantit është transparent. Është një formulë e cila merr konsiderat elemente të ndryshëm, numri i popullsisë, shtëria gjeografike, territori, vështirësitë etj etj. Fenomeno sociale etj me radhë. Domethënë granti i performancës, granti i kushtozuar dhe i pakushtozuar është matematik. Domethënë nuk ka kontestime për sa i përket mënyrës se si bashkitë financohen. Për sa i përket projekteve, duhet para as pas rasti. Jo të gjitha projektet që një bashki propozon, pavarësisht dëshirës mirë që mund të ketë qeveria, jo të gjitha mund të financohen, sepse unë dhe sot kam ta supozojmë ka projekte që Bashkia Berat ka sjell prej vitesh edhe nuk kanë gjetur financim akoma, por ky është roli i bashkisë që duhet të jetë agresive me projektet, por nuk duhet të shikojë si mundësi financimit vetëm me qeverinë. Unë besoj që është shumë e rëndësishme dhe besoj që kur bashkitë janë në vështirësi, instinkti i tyre duhet të shohë se kush janë rrugët e tjera për të eksploruar. Kuptohet që për të kërkuar lek nga buxheti është gjë më e thjeshtë, se ti e çon projektin ku ta di unë, te FSHJ-ja apo tek Ministria e Financave, troketet thua më jep. Ikën prap antje nga ke ardhur. Por unë besoj që kërkon një lloj dinamizmi pak më kompleks. Unë besoj që rritja për bashkitë, siç e përmenda pak më parë, është rritur në mënyrë konsiderueshme, mbështetja financiare. Jam i bindur me të gjitha kontaktet që unë kam me kryetarët, të gjithë kryetarët kanë projekte, por kanë dhe ëndra, kanë dhe vizione të cilat duan të shkojnë shumë larg. Edhe kjo patjetër kërkon mbështetje financiare. Dhe kur flasim për mbështetje financiare pastaj, kuptohet që në tërkasin e Ministrisë e Financës që ka ato sfidat e veta për sa i përket mundësive që kanë ministritë apo agjencitë apo më pas dhe bashkitë për të financuar. Bekim Bici, Ora News. Zoti Ministër, kur flasim për reformat, të gjitha këto bëhen sidomos aktualisht në kuadër mbi të gjitha edhe për të integrimit evropian. Është nisur reforma territoriale, por opozita nuk po merr pjesë. Nga ana tjetër, Partia Socialiste me bashkëkryetarin e komisionit të posaçëm për reformën territoriale u shpreh vendosur që do të vijojë ky komision edhe pa praninë e opozitës, duke i bërë thirrje anëtarëve socialistë në komision që të bënin kërkesë që të rishikohej le të themi pjesëmarrja apo anëtarësia, duke i kaluar kësaj shumicën majorancës. Sa ndikon kjo në procesin e integrimit europian, pra mos pjesëmarrja e opozitës apo mos pasja e një reforme konsensuale. Dhe s'dyti, ju folet për sfidat e bashkive, po cilat janë sfidat kryesore dhe a janë gati bashkit, le themi me ato çfarë ato parashikojnë apo le të paraqesin sot për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian? Për pyetjen e parë, u mundova gjithë kohës të përmendja ato fjalshin një proces gjithë përfshirës. Dhe kuptohet që procesi gjithë përfshirës fillon nga opozita. Duke thënë këtë,
Kur ne flasim për dëshirën gjithë përfshirëse të gjithë aktorëve, duke filluar nga opozita, nuk do të thotë që dikush ka vetëm për të bllokuar procesin. Ne nuk mund të themi që ne s'do ballafaqohemi me sfidat sepse një prej aktorëve nuk do të vinë tavolin. Dhe duhet kuptojmë që ajo çfarë ne po flasim për reformën territoriale ka ca limite kohore, të cilat nëse humben, atëherë ne flasim për një reformë që do ndodhi 2031-shin. Sepse vetvetiu, mënyra se si funksionon sistemi, po e quajmë administrativ lokal, qoftë ne ndryshojmë artën do ndryshojë përpara zgjedhjeve të 27-s. Sepse nëse zgjedhjet bëhen 27-ën pa reformë territoriale, atëherë flasim 2030. Kështu që ne duhet të jemi ndërgjegjshëm për këtë. Unë shpresoj dhe uroj që opozita patjetër të ketë nxjerrë edhe disa mësime ose eksperienca nga reforma e fundit territoriale, sepse me sa kujtoj unë, edhe atëherë e ka bojkotuar. Dhe përsa i përket procesit të integrimit, janë dy gjëra që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Unë besoj që mazhoranca në parlament duhet krijoj kushtet për gjithë përfshirje. Duhet krijoj kushtet e duhura që të gjithë aktorët të jenë të përfshirë, jo thjesht ata që janë në parlament, por patjetër edhe më gjerë se parlamenti. Në fund, këto janë procese vendimarrëse me afate të caktuara, cilat në mënyrë transparente do të kalojnë gjitha hapat. Por reforma as imponon ose detyron aktor të caktuar që të vinë se s'bën tavolinë. Arsyeja pse unë përmend gjithmonë që i bëj thirrje që bashkitë jenë proaktive, shoqëria civile të jetë proaktive, partnerët jenë të përfshirë etj me radhë, është pikërisht kjo që të ndërgjegjësohen që kjo është një proces i rëndësishëm dhe të gjithë duhet të jenë të përfshirë për të siguruar dhe garantuar një produkt sa më të mirë dhe sa më të qëndrueshëm. Ndërkohë, për sa i përket pyetjes së dytë, po. Në qoftë se bashkitë do të ishin gati në procesin e integrimit, e para ne i bie që të ishim pjesë e Bashkimit Evropian sot. Ne kemi një sfidë shumë të madhe përpara dhe unë e përmenda në fillim. Bashkitë janë ndër aktorët që do të ballafaqohen me sfidat më të mëdha si pjesë e këtij procesi. Dhe të gjitha ato nisma që unë përmenda janë aty për të garantuar që ne t'i japim mundësinë bashkive që të përballen me këto sfida. Folëm për akademin, për të mbështetur bashkitë me rritjen e burive njerëzore dhe krimin e kapaciteteve në nivel lokal për të përthithur atë çfarë vjen nga procesi i integrimit, mbështetjen financiare që ne po garantojmë bashkitë, që bashkitë patjetër të jenë aty për të qenë gati për të bërë dhe reforma lokale për të përballur me përgjegjësitë e reja apo standardet që ato duhet të implementojnë, dhe patjetër reforma territoriale në vetvete. Ky logjikisht është një parakusht, sepse ne po flasim për krijimin e bashkive që do të jenë nesër në Bashkimin Evropian. Dhe kuptohet që gjithë ta faktorët duhet marrë në konsiderat. Dhe unë besoj që jam i bindur që të gjithë antarët e komisionit të posaçëm ndajnë të njëjtin qasje apo shqetësime ose ato çfarë ne mendojmë ose opinioni i gjerë publik mendon, ju mendoni, po ashtu dhe unë mendoj që bashkitë kanë. Dhe ky proces gjithë përfshirës garanton ose rrit probabilitetin që ne të arrijmë dhe t'i japim përgjigje secilës prej tyre. Dori Sallaku nga Top Channel. Si ministër i pushtetit mendor, si mendoni se po ndikon mungesa në detyrë e kryetarit në funksionimin e bashkisë më të madhe në vend? Patjetër që shumë. Bashkia për vetë natyrën që ka dhe aq më tepër për rolin që kryetari i bashkisë ka, absolutisht është aty për drejtuar në qytet dhe merr besimin e qytetarëve për drejtuar në qytet. Në qoftë se ne do ta minimizonim këtë, atëherë ne nuk do kishim nevojë për kryetar bashkie. Por çdo qytet, çdo komunitet, jo në Shqipëri, po edhe në vendet të cilat nuk kanë zgjedhur sistem demokratik, ti shikon që ka nivel vendor. Edhe nëse ata janë jo të zgjedhur por të emëruar, gjithsesi ata bëhen drejtues apo liderat e një komuniteti, ata drejtojnë një komunitet. Kështu që
patjetër që roli i kryetarit të bashkisë absolutisht do të ndihet. Ne jam i bindur që jemi duar të krijojmë kushtet ose mbi të gjitha bashkia në vetvete të krijojë kushtet që këtë periudhë sfiduese ta kaloj në mënyrë sa më të menaxhueshme në të mirën e qytetarit, që shërbimet mos mungojnë, cilësia e shërbimeve mos bjeri dhe patjetër dhe investimet e duhura që duhen në qytet vazhdojnë përpara. Por bashkia nuk mund të jetë thjesht një institucion administrativ. Patjetër që kërkon dhe leadership politik, patjetër që kërkon dhe leadership organizativ. Dhe në këtë kontekst absolutisht roli i kryetarit të bashkisë ndihet. Ju lutem, brenda mundësive për t'ju rikthyer edhe një herë pyetjes për paketën e maleve, që është një nga nismat më të rëndësishme të qeverisë për zhvillimin ekonomiko-social të vendit. A kemi aktualisht disa statistika sa arrin numri i aplikimeve dhe kush janë bashkitë me numrin më të madh të aplikimeve për paketën e maleve? Faleminderit. Atëre, faleminderit. Janë 69 zona prioritare të cilat janë miratuar tashme në vendim Këshillit të Ministrave në 13 bashki. Po përmend emrat që mbase ta përdorim edhe këtë mundësi që dhe të gjitha të interesuar të ndizet llamba, kemi Vaun e Dejes, Klosin, Matin, Shkodrën, Shijakun, Kukës, Skrapar, Elbasan, Përmet, Belsh, Memaliaj, Tepelen dhe Dibër. Këto janë bashkitë të cilat i kanë zonat prioritare të miratuara. Janë rreth 100 rastet që ne kemi evidentuar, po ky është proces që dita ditës ja pas jave ndryshon. Mund të jetë 120 sot, po nga dhënat e fundit që ne kemi janë rreth 100 raste të cilat janë drejtuar tashmë, kanë bërë aplikimin, po ndjekin proceset me bashkitë për sa i përket hapave që ka parashikuar ligji. Kuptohet që këto vijnë dhe si rrjedhoj sa e madhe është territori i bashkisë. Bashkia Shkodër ka interes shumë të lartë. Kuksi po ashtu, por patjetër kemi dhe bashkitë e tjera të cilat kanë një interes lartë. Unë besoj që 2 muajt që ne do të kemi përpara do të krijojë një panoramë më të qartë edhe besoj që dita ditës edhe vetë qytetarët po ndërgjegjësohen më shumë. Por momentin që dhe numri i bashkive rritet që kanë miratuar zonat prioritare, patjetër ajo pastaj do të krijojë një shkallë më të madhe, sepse po flasim pastaj për 61 bashki që do të jenë të përfshira në proces. Po unë jam besim plot që bashkitë tashme kanë kuptuar rëndësinë që ka kjo nisëm, e kanë kuptuar rëndësinë sepse kuptojnë që është në interes të zhvillimit të territorit, është në interes të vetë bashkisë për të zhvilluar zona të cilat ose nuk ka mundësi të zhvillohen për shkak të problematikave që ne përmendëm pak më parë, ose mund të përdorin si incentiv për të motivuar si përmarrës saktuar që të investojnë në këto zona. Dhe nuk ka kryetar bashkie që nuk e kupton se sa transformuese është një investim, një agroturizëm i qëndësishëm në një zonë caktuar se si mund ta ndryshojë totalisht, jo vetëm një fshat, por një grup fshatrash, qoftë nga pikpamja e produkteve bujqësore, ku ato e gjejnë tregun, por mbi të gjitha edhe nga pikpamja e zhvillimit turistik të një zone të tërë. Kështu që unë jam i bindur që ky është elementi që i çon bashkitë përpara që të ecin me paketën e male. Dhe ne jemi këtu absolutisht për të bërë pjesën tonë, për të mbështetur ato, për të krijuar një lloj mënyre sa më shumë dallg informacioni që qytetarët ta kuptojnë rëndësinë që ka paketa e maleve dhe ta përdorin këtë mundësi. Hamit Yzeire nga Vision Plus. Do të kaloj pak te ligji për bashkëpronësinë në ndërtesa, një ligj i miratuar vitin e kaluar me disa ndryshime, por që akoma nuk ka nisur zbatimin për shkak të mungesës së akteve nënligjore. Kur pritet të dalin aktet nënligjore nga ministria dhe ka filluar ndonjë fushat informuese për gjitha bashkitë e vendit lidhur me këtë pjesë? Atëherë ligji ka kaluar, ne jemi në proces tashmë dhe shumë shpejt do të fillojmë në një fazë konsultimi, po e quajmë me paketën e akteve nënligjore, ku do të kemi një përkufizim më të mirë të përgjegjësive që kanë banorët, roli i administratorit, kontratat tip që do të jenë një lloj në gjithë territorin dhe me përgatimin e kësaj pakete aktesh nënligjore, patjetër do të fillojnë pastaj jo thjesht konsultime publike, por besoj do jetë një përfshirje më proaktive vetë bashkive, sepse janë bashkitë që duhet ta çojnë përpara këtë proces, dhe patjetër edhe një
informim të publikut gjerë, dhe unë këtu do të kërkoja kur ky moment vijë edhe mbështetjen tuaj për ta qartësuar këtë proces. Ne të gjithë e dimë që bashkëpronësia në tërësi ka probleme në realitetin tonë të përditshëm, ne këtë mbase e përjetojmë edhe aty ku banojmë vetë, por unë besoj që nëpërmjet akteve ligjore ne krijojmë le themi një kornizë regulative më të qartë, me përgjegjësi më të qarta, me përgjegjësi ligjore më të qarta, për kufizimin e roleve më të qarta, dhe patjetër dhe instrumentat që mund të kenë autoritetet e caktuara duke filluar nga bashkitë për ta vënë këtë sistem në jetë. Po. Me dhe një pyetje të fundit, duke qenë se kemi parë që sfida më e madhe gjatë këtyre kohëve, sidomos për sa i përket sfidës me natyrën, ka patur bashkitë cilat janë hasur qoftë me përmbytje, qoftë me zjarret. Kur do të ketë mbasjen një rritje të financimit për bashkitë, duke qenë se financimi për ta ka mbetur në kufitin minimale së ligjit? Nëse unë do adresoja situatat e emergjencës, bashkitë sot që ne flasim janë duke për llogaritur dëmet kanë ndodhur në territor si rrjedhë e përmbytjeve të fundit dhe patjetër qeveria qendrore do të mbështesi dëmshpërblimin e dëmeve që janë konstatuar në territor sipas përcaktimeve që ka ligji. E përmenda edhe në fillim dhe po e përmend përsëri. Niveli i financimit që bashkitë kanë sot është më i madhi që kanë pasur njëherë historikisht. Dhe këto janë numra dhe unë besoj që janë lehtësisht të krahasush. Unë e përmenda edhe në fillim, gjithë kryetarët kërkojnë më shumë financim, po si kërkojnë gjithë ata që drejtojnë universitete, gjithë ata që drejtojnë institucione. Kjo është, po e quajmë mjetet administrative dhe institucionale, po mos harrojmë që kryetarët e bashkive kanë shumë më të vështirë, sepse janë kontakt direkte me qytetarët, përballen me sfidat që kanë qytetarët, e din ku territori lëngon, e din shumë mirë kush janë problemet në infrastrukturë dhe patjetër unë besoj që një mbështetje financiare më e madhe absolutisht do të ishte shumë më pozitive për atë çfarë ne kemi në territor. Por dita ditës unë e përmenda, shiko, vetëm nëpërmjet dy paketave që nuk ekzistonin, do 12 milionë euro nëpërmjet grantit, nëpërmjet aktit normativ, që i shkojnë bashkive për të ulur detyrimet, që do të thotë që ato kanë më shumë financim që mund ta përdorin për prioritetet e tyre. Është vetëm për bashkitë. Ja 20 milionë euro tjera që do të financohen. Në përqindjen e GDP-s, ky është diskutim se tu po futesh te fusha ime që unë mund të flas gjatë për GDP-n edhe për po është e vërtet që nëse ne flasim në përqindje të GDP-s, ne shkojmë diku tek 1.2% e GDP-s sot që flasim. Unë e di që përmend minimumin që jo më pak se 1% e GDP-s që të financohet nga bashkitë. Patjetër që po. Por, nëse flasim për financimin në vlerën që bashkitë marrin nga buxheti i shtetit, rritja është shumë e madhe nëse ne referohemi qoftë edhe 7-8 viteve të fundit. Por, unë jam i bindur që qoftë me reformën territoriale, por qoftë duke marrë konsiderat dhe me ato çfarë do të ballafaqohen bashkitë, unë jam i bindur që qeveria qendrore do të jetë aty për ta arritur mbështetjen për bashkitë, sepse unë besoj që sidomos nëpërmjet procesit të integrimit që ne kemi, përballja me efikasitet dhe në mënyrë të suksesshme me sfidat që sjell procesi i integrimit, detyrimisht kërkon bashkime të forta. Dhe qeveria është shumë e qartë për këtë qasje dhe ne do të jemi aty që t'i bëjmë bashkitë më të fortë. Faleminderit. Shumë faleminderit.